E ke pa dikur për shembull të ndërozër bën një punë tron. Për shembull, quhet herët e punën ditën e shkon edhe ja letron Allahu xhallahu ora. Ti nga jashtë po veç tu menu çka tu bëj lodhësh. U çush po mundesh apo? Allah ja dikujt e lëson. Ja lëson Allahu xhallahu dikujt apo. Të sheh për shembull te dietarët e hershëm kanë shu libra, kanë bërë aktivitete, do me angje me ditë nuk dalin me vjet sa ka pas. Nuk dal. Po ku është çështja? Lehtësimi Allahu xhallahu ora, bereqeti. Imam Nevavi rahimullah thot, don kur flet për periudhën e kërkimit dijes, thot ku marr pjesë në 16 dersë nditje. Ece kthehet ashtu në laps ato. 16 dersë nditje, domthon ku marr pjesë. Tani do të kum shku në shtëpi, i kum përsëriti, kum shku. Tani do të më shku nesër më ja lexuava. Tash ti thotë kur ke fletë çka ke bua. 2 vjet, thot Imam Nevavi, nuk di çka është me shtret trupin në strat. S'kom flajt, është kom flajt mi libra. Që shmunë është, apë. Në 2 ditë nësë me flajt, një javë s'u këfillëm, apë. Letësim, Allah ja, aj që dënë me punu, mu angazhu, Allah ja letësën, apë.